Me erën që sot e kishin aleatin e tyre, 30 sportistë vallëzuan mbi dallg në bregdetin e sektorit Rinia në Durrës. Të ardhur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, por dhe nga vendet fqinje, këta të rinj i bashkon pasioni për kitesurfin, të sport ekstrem, por që vitet e fundit po njeh gjithnjë më shumë të apasionuar pas tij. Me adrenalinën në kulm, akrobacitë mbi dallg dhe parashutat shumëngjyrëshe, admiruesit e kësaj disipline sportive dhuruan një spektakël të vërtet në bregdet, në garë me njëri tjetrin, por dhe me kushtet atmosferike. Sportistët pjesëmarrës u munduan të japin më të mirën e tyre në këtë debut të parë në kampionatin kombëtar. Sot ne do bëjmë 2 disiplina, të kitesurfit dhe të windsurfit, dhe jemi diku ke 4 ekipe, 4 klube, të cilat do formojmë. Përveç asaj kemi marrë pjesë edhe të huaj, nga Maqedonia, nga Malizi, edhe gjerman turista të cilët e preferojnë shumë këtë sport. Sektori Rinia është një vend special për kitesurfin. Këtu godet era jashtëmasi mirë dhe ka premisa që të zhvillohet sepse ka dhe kërkesa nga të huaj dhe nga vendas. Ashtu si dhe sporti që ata e dashurojnë, të apasionuarit pas kitesurfit përcollën një atmosferë elektrizuese, plot energji dhe adrenalin tek ata që ndoqën nga toka, spektaklin e krijuar në ajër dhe det. Për garën e sotme, morëm shkas nga gara e Francës që u zhvillua në muajin maj, që ishte era parë që mori pjesë Shqipëria me 3 sportistë, dhe duke marrë parasysh rregullat e garës atje, ne vendosëm të vendosnim këtu në sektorin Rinia dhe të ftonim të gjithë sportistët që dëshironin të merrnin pjesë. Ky sport është individual sepse bëhet individualisht, por normalisht me shoqëri. Sepse të duhet gjithmonë dikush që të ngrej velen, që të uli velen, për të kjo është gjithmonë një sport shoqëror. Për të ne mbledhemi gjithmonë të paktën që u nisëm 3 çuna, 4 çuna, pastaj duke rritur sa më shumë. Unë kam që 4 vite që ushtroj këtë sport. I luaj të gjithë prindërit që të sjellin fëmijët këtu dhe të ushtrojnë këtë sport. Një nga arsyet më kryesore dhe që mua më tërheq është sepse progresi në këtë sport është i pandashëm. Pra ti gjithkohës mëson dhe bën progres. Unë kam që nga vitit 2013 që me këtë sport. Shumë bukur, unë kur kena ardhë bashkë kena folë me shokun, a ishtë prej Çekijës, edhe kena thënë si me ardhë dikur në Maroko. Ashtë bashkë bukur, dhe shka potencial shumë. Organizatorët e këtij kampionati të parë kombëtar në këtë disiplinë të sporteve ujore ekstreme synojnë që takimi i sotëm të jetë vetëm i pari i shumë të tjerëve që do të pasojnë në të ardhmen. Në këtë mënyrë, Shqipëria mund të vendoset në vitet në vijim në hartën e destinacioneve të preferuara për sportet ujore në Mesdhe.